Ky popull tepër po duron. Jo, unë jo personalisht jo. Po çfarë besumi, çfarë besumi. Produktet gjitha janë shtrejtue. Nuk ka produkt që është shtrejtue. Pej buke tutje, kujna më janë kuë. Këtë kemi më janë kuë. Perimet, sallatat, këtu, kithmiki, s'më nësh me marë. Mish një se ja. Çmimet, inflacioni në qilë ka shkuar. Po çka me bo, s'kemi çka bo. Kretë popullë duhet po qunë kom tash. Dhe që u shtrejtuar rryma, na e bom një farë protestet mëllë, mos më e shtrejtuar rryma. Ata thanë 15%, e shtrejtuar 16.1%. Me njëherë, se shumë gjona çmimet janë të lidhuna apo më duket me rrymë, kështu që kanë luajt çmimet, nuk ka dasht me hip çmimet fare. Se e dim çfarë pagash kemi na, çfarë pensione, çfarë në Kosovë, çfarë standardi është. Çmimet kanë shku nalt, pagat jo, pensionet jo, katastrofë. Ky popull tepër po duron, ka pas mundësi shteti, për shembull për rrymë me hikat të vëshëja që është 18% a 8%. Po edhe në çmime, sigurisht kish mujt me ndërhy diçka shteti të mirë qytetare. Jo, unë jo personalisht jo. Po çfarë besumi, çfarë besumi. Sidomos qytetynet që 4 vjet a 5 sa u bën. Na kanë dhënë premtime, kemi votu 52%, kur bën kur gjë, për qytetarët s'kan bën kur gjë hiç. Standardi para 4 vjet e ka qenë dikun 40% më i mirë se çtash. Qysh më ja dal me çmime shumë të larta. Produktet gjitha janë shtrejtue. Nuk ka produkt që është shtrejtue. Pej buke tutje, kujna më janë kuë. Këtë kemi më janë kuë, ankesa nuk ka. Sot pej shtet, pej nesh nuk ka ankesa, kur gjë. Ata vetë do të më ankuat, ata vetë do të më kujdes, po ekziston mundësia për këtë mundohemi ne pas na përkrah kurkush. Në rrit pa shallë, ja dalëm me vështërsi. Me ato që na vinë më elementaret. S'ka na vinë produkte që do të më blerë gjithë, s'më na me marë. Se jam që del. Perimet, sallatat, këtu, kithmiki, s'më nësh me marë. Mish një se ja. Mas shumë të na mungojnë perimet edhe ato i kanë bërë gjatë, po edhe mishnat po. Rrogat s'kan lujt, pensionet jo. Çmimet, inflacioni në qilë ka shkuar. Po çka me bo, s'kemi çka bo. Këta ollhecat, qeveria, për këshyrin punë të veta, e kanë zhyt ekonominë, arsimin e të gjitha, dhe në pëti kanë gulfat, këta për këshyrin po rrinë, po honë, po pinë, për popull kërkush nuk po menan e që. Kretë popullë duhet po qunë kom tash, edhe me bo në kesa me bo, edhe demonstrata të ne. Se nuk shka kështu. Mas shumë të ushqimorët, pa buka që tash është rritua, edhe speca këto këtë në monte, të gjitha. Çmimi i kafës prej €1 u bo një 20%. Shkaku i shtrejtimit kafës, shtrejtimit rrymës e shumë gjana tjera. Vrehet dukshëm një dalje ma e pak të shtetarëve në kafe, në përgjithësi. Gjithashtu kanë ndiku dhe çmimet e ushqimet, po për momentin ushqimet nuk i kemi lëviz, veç kemi marrë informacione nga furnitor që kemi pas ngritje të produkteve bazë të ushqimore, si millit, vajit, krypës e këto gjana, që na prekin direkt neve, tani direkt konsumatorit. Sipas biseda me furnitorët e kafës, ka kërkesë madhe për furnizim të aparatave të vogël në përzyre, që me pi kafën mrena në zyre mos me dalë jashtë. Okej, për sa përqen para numri shtetarëve që konsumojnë kafën edhe ushqimin? Po mujna me thonë ashtë deri në 30%.